Organizata Botërore e Shëndetësisë në raportin e saj ka deklaruar se sëmundjet e qarkullimit të gjakut dhe sidomos hipertensioni e kanë prekur popullatën shqiptare në mënyrë shqetësuese. Të dhënat tregojnë se rreth 47% e shqiptarëve të moshës 30-79 vjeç vojnë nga tensioni i lartë i gjakut, një shifër shumë më e lartë se mesatarja botërore prej 34%. Nga mbi 797.000 persona të prekur, vetëm 49% janë të diagnostikuar, 38% marrin trajtim dhe vetëm 11% e mbajnë në kontroll gjendjen. Kjo e rëndit Shqipërinë ndër vendet me përqindjen më të ulët të kontrollit në rajon, shumë larg objektivit global prej 50%. Në vitin 2022, sëmundjet kardiovaskulare përbënin gati gjysmën e të gjitha vdekjeve në vend, ndërsa 59 raste për 100.000 banor lidhen drejt për drejt me presionin e lartë i gjakut. Sipas OBSH-s, faktori kryesor i rrezikut për hipertensionin është konsumi i lartë i kripës. Shqiptarët konsumojnë mesatarisht 13 gram në ditë, sipas të dhënave për të rriturit mbi 25 vjeç. Ky nivel është më shumë se 2 fishi rekomandimi të OBSH-s, 5 gram në ditë. Teprica lidhet drejt për drejt me rritjen e presionit të gjakut dhe është një nga arsyet kryesore pse kjo sëmundje është kaq e përhapur në vend. Shqipëria ka bërë studime kombëtare për përdorimin e kripës, por mungon ende një sistem i plotë të dhënash klinike që ndihmon në ndjekjen e pacientëve dhe në matjen e rezultateve për ata që e ulin. OBSH vë në dukje se për të ulur barrën e hipertensionit, vendi duhet të forcojë kujdesin parësor, të zgjerojë fushatat e ndërgjegjësimit dhe të përmirësojë aksesin në trajtimin efektiv. Shqipëria është para një alarmi shëndetësor me 47% të popullsisë së rritur që vuajnë nga hipertensioni, kur dihet se është një nga faktorët kryesor të rrezikut për sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru, të cilat përbëjnë shkakun kryesor të vdekshmërisë në vend. Përveç konsumit të kripës, rreth 26% e të rriturve mbi 15 vjeç në Shqipëri janë duhanpirës aktiv. Gjithashtu edhe konsumi i alkoolit dhe inaktiviteti fizik janë faktor rreziku. Rreth 24% e të rriturve mbi 18 vjeç raportojnë si fizikisht jo aktiv. Mungesa e lëvizjes lidhet me shtim peshe, obezitet dhe metabolizëm të dobët, faktor që çojnë në rritjen e presionit të gjakut.